Kush janë ata të cilët e kanë për obligim me dhënë zakatin? Çdo person i cili posedon pasuri, vlera të cilës arrin 91 gram ari prej tollave, prej arit argjendit, apo edhe prej mallrave të cilat kur i ka ble me njetë me bot tregtime to. Kur krej këto bëhen bashk, nëse arrin vlerën e 91 gram ari, që përkthyer në vlerë monetare në vendin tonë, në këtë vit është vlerësuar 7.371 euro. Kush i ka 7.371 euro në pronësinë e tij, prej arit, argjendit, mallit, tregtisë nëse ka blerë me njetë për me tregtuar me ndonjë mall, ky person e ka për obligim për me dhënë zakatin. Vetë se duhet me pas konsiderat që nëse në moment, për shembull në këtë vit, i kam 7.371 euro prej arit, argjendit e mallit, tregtisë kështu me radhë. Dhe në këtë rast, mo është plotësuar një vit kalendarik hënor me 5 Ramazan e kom arrit këtë vlerë, dhe me 5 Ramazan e kam këtë vlerë prapë ose ma shumë, e kam për obligim për me nxirr zakatin që llogaritet 2.5%. Kështu që çdo person i cili posedon këtë sasi të pasurisë e ka për obligim amanet prej Allahut, sikur që është falja e namazit, sikur që është agjërimi i Ramazanit, sikur që e ka për borx me shku në haxh, ky person e ka për obligim për me dhënë zakatin apo një pjesë të pasurisë të cilën e potencuam më lart.